Kohët e fundit brenda Partisë Socialiste ka nisur të dalin zëra kritike dhe publikisht, megjithse në mënyrë të ndrojtur këta zëra po shtojnë thuajse në mënyrë konsistente rrugën e një gjallimi që kërkon ndryshime politike brenda mazhorancës. Këta zëra përfaqësohen më shumë nga një emër i njohur i historisë së PS-s, Petro Koçi, ndërkohë që ka edhe të tjerë të cilët në mënyrat e tyre kanë dalë hapur në shtrimin e ideve për ndryshime. Përveç Petro Koçit, një nga këta zëra është Toma Gëllçi, ish drejtori i RTS-s, i cili publikon në mediat periodike opinione mjaft të ashpra ndaj qeverisë. Një tjetër zë kritik është ish kreu i Fresh, disa herë ministër dhe së fundmi ish kreu i Akepit, Ilir Zela, ndërkohë që edhe Erion Braça, deputeti më popullor i PS-s, her pas here kritikon ashpër drejtues të ndryshëm të qeverisjes, kryesisht të Bashkisë së Tiranës. Në të vërtetë situata brenda Partisë Socialiste apo edhe grupeve brenda saj prej kohësh është problematike, si pasojë e pakënaqësisë dhe mungesës së motivacionit nga Edi Rama, një pakënaqësi që her pas here del në sipërfaqe edhe në rrjetet sociale, ku këto inate kthehen në replika kolerike, siç ishte ajo ndërmjet Piero Lutajt dhe Erion Braçës. E gjithë kjo pakënaqësi dhe ky frustrim nuk janë as pak artificial dhe as sipërfaqësor, është një panoramë që nuk lindi sot dhe as nuk ndodhi për ndonjë arsye të veçantë. Kemi të bëjmë me një gjendje reale më shumë se kritike, të mjaft socialistëve që janë edhe të punësuar, por që nuk ndihen të vlerësuar dhe të motivuar, ndërkohë që ashtu si dhe pjesa tjetër e publikut, edhe ata revoltohen nga lidhja e pushtetit me krimin dhe nga korrupsioni i zyrtarëve të lartë. Megjithatë, kjo mënyrë e shtrimit të kritikave siç ndodh këto kohë, duket mjaft anemike për të bërë efektin e duhur, qoftë për vetomajtën, qoftë për shoqërinë. Kritikat e tipit që ngre Petro Koçi apo të tjerë, se ndryshimet bëhen thjesht me lëvizje në kabinetin e Edi Ramës, janë vetëm gudulisje për veshët e kryeministrit. Madje ato e favorizojnë atë përballë kundërshtarëve dhe ndërkombëtarëve për t'u treguar se në partinë e tij dhe në shoqëri ka një mjedis të shëndosh demokratik ku kritikohet lideri dhe nuk ka reagim negativ. Fakti që ekziston kjo pakënaqësi i ka shkaqe tek mënyra autokratike e mbyllur dhe tërësisht jo kolegjiale e Edi Ramës si në qeverisje edhe brenda PS-s. Lëvizja e duhur për ta përfaqësuar këtë pakënaqësi dhe irritim të somajtëve është adresimi i qartë i fajtorit, si dhe kërkesa për një model të ri i qeverisës dhe politikë bërjeje, kërkesë e cila si pikë të parë duhet të kishte ndërprerjen e menjëhershme të drejtimit të qeverisë nga Edi Rama si mundësia kryesore për qetësimin e situatës, duke krijuar kështu premisat e një mandati normal drejt plotësimit të kërkesave që duhen për të mbyllur negociatat me BE-n. Edi Rama sot është kthyer në një faktor problematik dhe frenues, ndaj kritikët e tij në PS duhet të dalin nga iluzionet e ndryshimeve fasad. Sot PS duhet ndalojë importimin e figurave dhe zyrtarëve me katapult nga Edi Rama, ashtu siç po bën gati edhe katapultimin e pasardhëses së tij në ditët e para të vitit 2026, një manovër e përgatitur me agjend, program dhe itinerar politik djallëzor, një agjend që nuk përbën në thelb asnjë ndryshim real, por gjithçka është, siç ka ndodhur deri më sot, fasad.